Një nga largimet më të bujshme nga ferma Vep është ai I limi I Hutit, I cili u tërhoq papritur nga gara pas largimit të Albës. Në një rrëfim pas daljes, Limi përshkroi arsyet që e qua në vendimin e tij, duke theksuar se pjesëmarrja në spektakël ishte një përvojë që I kishte dëshiruar, por pa ambicie për ta fituar. Unë e kam pasur një plan të qartë për udhëtimin tim. Kam pasur një kohë të limituar për të qëndruar në fermë. Çdo ditë e shtyja një hap të ri. Kjo eksperiencë ishte diçka që doja ta provoja. Mendova se nuk kam bërë ndonjëherë këtë, që të mos e provoj edhe këtë. Por nuk kam hyrë me qëllimin për të qenë më I mirë, apo për ta fituar talimi. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të rejat rreth showbizit vendor. Ai theksoi se largimi I tij ishte një vendim I marrë me urgjencë dhe se ndonse eksperienca në fermë ishte e shkurtër, ajo kishte qenë një eksperiencë e paharrueshme. Në lidhje me marrëdhënien e tij me Albën, Limi konfirmoi se ata vazhdojnë të jenë bashkë edhe jashtë fermës. Jemi në një marrëdhënie, kemi ngrënë pirë dhe kaluar kohë bashkë, nga dalja deri tani. Një nga momentet më të rëndësishme të lidhjes së tij me Albën ishte ndër veprimi I tyre gjatë sfidave të ndryshme.